Unë shpresoj që t'jetë auguri mirë, normalisht kam qefën ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë prej kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë i s'do të arbitrosh mua, tjetri thotë kamera, tjetri... Domethënë është një presion që bëjbohet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel kuqe për kur gjo, neshën e parë kampionatit, kurse shoh që këto të trajnera që bërtasin, shojnë, mundën me bëhet gjithçka, nuk po dënohen, nuk më marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjallin, edhe me që në fund me Egnatin, edhe nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet të kenë autoritetit çik më tepër, sepse të shohësh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksi që shohte pa fund edhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes, nuk më pëlqejnë, duhet të kena më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar.